Është të qartë që tani më pjesa e lindjes së mesme pas ndërhyrjes së një operacioni të muaj më parë të shkatërimit të siluetave të cilat ishin pjesë përbërëse infrastrukturës që kanë krijuar apo pretenduar që kanë bërë dhe formsuar materie nukleare apo bombë atomike. Padyshim që tani më fokusi nuk është tërhequr nga ana e Shtetit të Bashkuar të Amerikës pikërisht për ta mbajtur apo ta mbështetur më tutje një demokratizim në pjesën e Iranit dhe pas ndërhyrjes dhe pas luftrave në lindjen e mesme, respektivisht në mes Palestinës dhe Izraelit dhe sulmet që kanë ardhur më pas tani në mbështetje të grupeve terroriste Hamas dhe Hezbollah nga ana e Iranit, e ka vënë në situatë të interesante pozicionimin gjeopolitik dhe geostrategjik. Mbi këtë bazë rikthimi i vëmendjes, tensionet në pjesën e Teheranit, protestat në pjesën e Teheranit, ballafaqimi dhe konfrontimi mes protestuesve dhe gardës revolucionare, institucioneve të Shtetit të Iranit, e kanë vënë në siklet presidentin Trump, i cili padyshim nga deklarimet e tij të bëra, tani është duke zhvilluar një veprim konkret, duke tërhequr nga pjesë të ndryshme nga bazat amerikane në lindjen e mesme personelin për ta minimizuar dëmin kolateral mbi infrastrukturën dhe mbi personelin përkatës, por njëkohësisht në anën tjetër duke ngritur gjendjen e gatishmërisë të reagimit të flotave ajrore për ta neutralizuar në kontekstin ndonjë mundësi për shkallëzimit më gjerë. Në anën tjetër keni parë gjatë ditëve që kemi lënë pas edhe aktivizimin e ushtrisë pakistaneze, të cilët me numër rreth 30.000 tani merren në drejtim të brezit kufitar apo pikave kufitare me Iranin për ta mbështetur ndoshta sipas gjitha xhasave në një format të ndonjë force toksore për mbështetjen amerikane dhe në bazë të asaj që mund të lexojmë dhe shiqojmë në periudha të shkurta kohore që kemi lënë pas, Shtetet e Bashkuara të Amerikës padyshim që do të jenë prezente në rast se do të ketë një përshkallëzim më tutje të vrasjeve makabre që duke ndodhur në pjesën e Teheranit, pra sipas shifrave janë mbi 20.000 qytetarë të vrarë. Kjo dëshmon faktin që Amerika do të ndërhyjë dhe kjo ndërhyrje më pastaj do të hapë një kuti të Pandorës, sepse ka pretendime interesave përtej kufive shtetëror, pa Turqia është interesuar çështja kurdëve, padyshim që është një nga problematikat dhe preokupimet që kanë pjesa e Ankaras zyrtare. Në anën tjetër Izraeli tenton që me minimizimin dhe shkatërimin e Teheranit bëhet një ripërcaktim i qartë i fuqisë rajonale. Në anën tjetër Pakistani një minimizim i Teheranit dhe mundëson të një influencim më tutje. Pra, çështjet janë në pjesën e lëvizjeve të shpejta, dinamike, edhe duke parë edhe çështje të cilat ndërlidhen me aspektin e mbështetjes, të cilën Teherani e ka dhënë Rusisë, Moskës në aspektin e teknologjisë dhe droneve për fushë betejë në Ukrainë. Janë shumë çështje që kanë dimension të caktuar politik dhe strategjik, por mbi elementin edhe ushtrak, pra Amerika sipas gjitha gjasave do të godet Teheranin në periudhën që jemi duke biseduar deri në orët të mbrëmjes, sipas parashikimeve dhe analizave dhe informacione që kanë dhënë nga shtëpia e bardhë. Kuptoj.